Të maskuar dhe në kërcënimin e një sendi të ngjashëm me armë zjarri, vodhën me dhunë lekët e xhiros ditore në një pikë karburanti, policia ka arritur të identifikojë dhe të arrestojë menjëherë pas krimit të dy autorët e dyshuar. Sipas njoftimit të policisë, nga veprimet hetimore dyshohet se më datën 15/9/2025, rreth orës 23, shtetasit me inicialet DS dhe DI, të cilët qarkullonin me një automjet me targa të mbuluara, kanë shkuar në karburanti në hyrjet e Librazhdit, të maskuar dhe me një send të ngjashëm me armë zjarri tipi pistolet. Ata kanë kanosur punonjësin e subjektit, i kanë marrë xhiron ditore dhe janë larguar me shpejtësi. Pas janë larguar nga vendngjarja për të fshehur autorsinë, kanë hedhur në shkurrat e fshatit Mirak sendin e përdorur për kanosje, maskat dhe veshjet e tyre. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kanë bërë të mundur gjetjen e këtyre sendeve, të cilat u sekuestruar në cilësinë e provës materiale, së bashku me lekët e vjedhura, telefonat dhe automjetin e shtetasve të arrestuar. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan për vepra penale, vjedhje me armë kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit.